Qytet që unë kam qef mja kushtu aty në erojve tonë që në hapë, pa drejtësisht. Me mesazh prekës u karakterizua rekordi i ngjitjes në majën e Gjeravicës. Me ndriçim në kokë, 273 persona nga Kosova e Shqipëria e ngjitën majën më të lartë në Kosovë, majën e Gjeravicës. Ata filluan ngjitjen në mesnatën e 20 dhe 21 qershorit, duke shënuar rekord, ku për herë të parë një grup kaq i madh njerëzish mbërrin majën më të lartë kosovare gjatë natës. E në 2656 metra lartësi mbi detar u prit lindja e diellit, duke dhuruar një pamje spektakolare për të gjithë alpinistët. Drita e lindjes së diellit zbuloi edhe pamje mahnitëse të maleve gjatë zbritjes së alpinistëve, pamje të cilat nuk mund t'i shihnin për shkak të errësirës gjatë ngjitjes. Maja e Gjeravicës me lartësi mbi detar 2656 metra gjendet në perëndim të Kosovës, në varg malit të bjeshkeve të Nemuna, që ndajnë kufirin shtetëror të komunës së Deçanit me Shqipërinë.